Tre ushqimet që nuk mungojnë në tryezën ton janë çifti 100 dhe 103 vjeç, tregon sekretin e jetëgjatësisë. Një çift nga provinca Gaziantep e Turqisë ka tërhequr mendjen me historinë e tij të gjatë martesës dhe me stilin e thjeshtë jetesës të cilën e konsideron si sekretin e jetëgjatësisë. Mehmet Balaban, 100 vjeç, dhe bashkëshortja e tij, Cenet Balaban, 103 vjeç, jetojnë në lagjen Dervish Pasha të qytetit Islahie. Ata janë martuar që në vitin 1953 dhe kanë 3 djem, 4 vajza, 25 nipër e mbesa dhe 26 stërnipër dhe stërmbesa. Pavarësisht moshës të avancuar, çifti vijon të kryej vetë pjesën më të madhe të punëve të përditshme. Sipas tyre nuk kanë pasur probleme serioze shëndetësore dhe gjatë gjithë jetës kanë kërkuar ndihmë mjekësore vetëm në vitin 2021 gjatë periudhës së pandemisë. Mehmet Balaban, i rritur me traditat e jetesës normale, tregoi se gjalpi, kosi dhe djathi nuk kanë munguar asnjëherë në tryezën e familjes. Ai tha se preferon veçanërisht kosin dhe se pasi konsumojnë një vak të plot, shpesh nuk hanë më gjatë pjesës tjetër të ditës. Të ngrënit me mas dhe ushqimi natyral na kanë mbajtur në këmbë deri më sot, është shprehur një 100 vjeçari. Cenet Balabani tregoi se gjatë martesës së tyre nuk kanë pasur konflikte serioze dhe se kanë kaluar një jetë të qetë së bashku. Ajo vijon t'i përgatisë çdo ditë bashkëshortit kafe turke, ndërsa të dy thonë se përpiqen të vlerësojnë çdo moment që kalojnë pranë njëri tjetrit.